Apostulli i ditës, letra e parë drejtuar Timoteut, kapitulli 3, vargjet 1-13. E besueshme është fjala, në dëshiron ndonjë të bëhet episkop, punë të mirë dëshiron. Episkopi pra duhet të jetë i paqortueshëm, burri një gruaje, i përmbajtur, i urtë, i sjellshëm, mikpritës, mësues i aftë, jo verëpirës, jo grindës, jo lakmitar për fitim të pandershëm, por i butë, paqësor, jo argjendashës, njëri që drejton mirë shtëpinë e tij, që ka fëmijë të bindur me çdo lloj urtësie, sepse në qoftë se ndonjë nuk di të drejtojë shtëpinë e tij, si do të kujdeset për kishën e Perëndisë? Të mos jetë rishtar në besim, që të mos fryhet me madhështi e të bjerë me dënim të djallit. Edhe duhet të ketë dëshmi të mirë dhe nga të jashtmi që të mos bjerë në turp e në lak të djallit. Djakonët gjithashtu duhet të jenë të hishëm, jo me dy faqe në fjalë, jo të dhënë pas verës së shumt, jo lakmitar për përfitim të pandershëm, të kenë misterin e besimit me ndërgjegje të kthjellët, edhe këta le të provohen më parë, pastaj le të bëhen djakon, pasi të gjenden të paqortueshëm. Gratë e tyre gjithashtu të jenë të hishme, jo shpifëse, të përmbajtura, besnike në të gjitha. Djakonët le të jenë burra të një gruaje, që drejtojnë mirë fëmijët dhe shtëpitë e tyre, sepse ata që kanë shërbyer mirë, fitojnë shkallë të mirë për veten e tyre, edhe shumë guxim në besimin që është në Krishtin Jezu. Ungjilli sipas Markut, kapitulli 10, vargjet 17-28. Edhe ndërsa po dilte në rrugë, një njeri u lëshua me vrap dhe ra në gjunjë përpara tij dhe e pyeste: Mësuesi mirë, ç'të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme? Edhe Jezu i tha: Pse më thua i mirë? Asnjë s'është i mirë përveç se një, Perëndia. Urdhërimet i di: mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos jep dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero atin tënd dhe nënën tënde. Edhe ai u përgjigj dhe i tha: Mësues, këto i kam ruajtur që në rinin time. Edhe Jezu i hodhi syt mbi të, edhe e deshi dhe i tha: Një gjë të mungon, në do të jesh i përthosur, shko e shit sa ke, dhe jepu atë varfërve, dhe do të kesh thesar në qiell, dhe eja, ngri kryqin tënd e më ndiq pas. Po ai u ngrys nga kjo fjalë, dhe iku i hidheruar se kishte shumë zotërime. Edhe Jezu i si hodhi syt përreth, u tha nxënësve të tij: Sa me vështirësi do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë ata që kanë para. Edhe nxënësit merroheshin për fjalët e tij, po Jezu i përsëri u përgjigj dhe u tha atyre: Bi, sa gjë e vështirë është të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë ata që shpresojnë në parat. Më lehtë është të shkoj gamilja në përvrimën e gjilpërës, se i pasurit të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Edhe ata çuditeshin tepër duke thënë me veten e tyre: Dhe cili do të mund të shpëtojë? Edhe Jezu si hodhi syt mbi ta tha: Për njerëzit është e pamundur, po jo për Perëndin, sepse të gjitha janë të mundura për Perëndin. Edhe Pietri zurit i thot: Ja ne ti kilam të gjitha dhe erdhëm pas teje.